Ka domethënie kjo ngjyra blu për ju? Deti me blu edhe Partia Demokratike. Sepse domethën paqe. Paqe, okay, bravo. Ka domethënie ngjyra dashurisë, ngjyra gjakut, ngjyra flamurit. Infos edhe pyetja jonë e sodit është cila është ngjyra juaj e preferuar edhe çfarë domethënie ka ajo? Ma shumë t'ju pëlqen ngjyra e bardhë, sepse domethën paqe. Paqe, okay, bravo. Faleminderit. Faleminderit. Infos edhe pyetja jonë e sodit është cila është ngjyra juaj e preferuar? Blu. Ngjyra blu. Blu, pa. Ka domethënie kjo ngjyra blu për ju? Deti me blu edhe Partia Demokratike. Oh, bravo, trujt zoti, faleminderit. Edhe juve. Faleminderit. Detje? Cila është ngjyra juaj e preferuar edhe domethënia e saj? Po ngjyrat për afërsisht gjitha janë të bukura, por për ne shqiptarë ngjyra kuqe është. Që domethën? Ka domethënie ngjyra dashurisë, ngjyra gjakut, ngjyra flamurit. Ua, sa mirë ke lidh, bravo. Po kjo është e thjeshtë. Po. Edhe është ngjyrë e adhuruar. Për shembull në Indi, ju dini se indianët femrat e kanë ligj që e bëjnë një pikë kuqe në ball, artistët e njohura. Këtu të ne ka hyrë në trend Rita Ora ka përdorë e para buzkuqin. Okej. Por unë kam një shprehje, karanfili kuq nuk ka nevojë për buzkuq. Ta zamrën, faleminderit. Muni me keni drejtën me gërsheret në përdorë. Okej. Sukses. Faleminderit shumë. Pastaj janë ngjyra tjera, ngjyra roz, ngjyra pink, këtyre portokallia. Tash ngjyra pink është kjo lufta kundër kancerit, është sinonim. Edhe keni pa kjo fleta me triplet, se po mirat edhe si simboli luftës për shqiptarëve për gjitha kauzat e drejta deri tash. Ngjyra kuqe gjithsesi. Ngjyra kuqe shumë mirë po i rrin. E vërtet, ngjyra kuqe shumë i ngjan. Shumë i ngjan Shpat Kasapi. Adrian Gaxha. Adrian Gaxha, apo aty. Këj shi. Faleminderit shumë. Kalofshi mirë.